Ktu kemi vetëm gjëra për shtëpinë. Kam marrë çarçaf për dyshekun, është i holl. Marr këto që janë si tip zarfi, që kapet këtu tek cepa, domethënë që mos të lëvizis. E mora të zi pikërisht për ta kombinuar me këtë çarçafin tjetër, po ky është për jorganin. Kjo që do bëhen meçi atje, sa i bukur që shehen nga ky. Është material i holl, me thënë drejtën. Dhe kam çarçaf të tjerë me këtë material dhe nuk janë të bezishëm, janë shumë të mirë, mua më pëlqejnë. Ai është zarf për jorganin, por ka edhe këto dy klëfet. Çfarë kemi këtu? Edhe ky është çarçaf tjetër, kam marrë çarçaf me shumicën. Po, kjo është shumë e vogël. Shumë hase pas kam marrë këto. Këto janë si këto të ngrohtat. Nuk është ai materiali i holl. Mira, duke nuk e di se sa të ngrohta do jenë, por nëse do e ke marrë për krenën, ose ndoshta kam klikuar masat gabim. Tjetër kemi një për prerjen e mishit, të perimeve. Kjo që atë që kam i ka bërë ditët e saj. Tani këto gjithmonë duken vetëm pasi i përdor, nuk e di nëse është e mirë apo jo. Çarçaf tjetër me shumë mundësi. Jam mbushur me çarçaf këtë herë. Edhe ky që nga Izi. Po si mi pas kam marrë 2 njësojën, se ç'pas kam bërë këtë herë. Edhe kjo me patjetër duhet të jetë çarçaf. Edhe ky është si ata termalët. Këtë pas kam marrë tamam. Ky është i madh. Duken të mirë, të ngrohtë, nuk e di kam halli mos janë si të rrëshitshëm. Kemi këto që unë i mora me shumicë. Këto tani janë për të futur kputucët, edhe për t'i larë. Dhe ishin në të vërtetë shumë të mira, por duke qenë se unë mora vetëm 2 herën e parë, nuk mund të mbushe gjithë lavatriçen vetëm me 2. Kështu që mora më shumë, ta mbush tamam lavatriçen. Tash, nëse nuk funksionon ajo e drurit, marr një herë këtë. Do të thënë drejtën s'kisha marrë asnjëherë ky material dhe thash ta provoja një herë. Në fund u bëra mbar, ndryshoj pak atë setin e drurit. Në fakt nuk do ndryshoj të drurit, do ndryshoj atë plastiken që kam, se ato të drurit i kam mirë, po këto dukur kanë shumë të mira. Realisht tani më pëlqen më shumë gatuar me këto të drurit se sa ato plastiket.